Sot kryetari Shaqir Tota i priti ambasadorin e Francës në Kosovë, Oliver Guerto, ku me këtë rast kanë diskutuar shumë tema, qofshin ato që lidhen edhe me disa zhvillime komunale në sferën e bashkëpunimit për shumë projekte, si komunale dhe bashkë biseduan për zhvillimet në qeverinë e Kosovës. Kryetari Tota i pas këtij takimi tha se kemi bashkë biseduar për sferën e një bashkëpunimi që mund të bëjmë ne si komunë për të pasur edhe zhvillime e projekte infrastrukturore dhe sidomos të sferës së kulturës, por kemi diskutuar edhe për zhvillimet në nivel qeveritar, për çka kemi mendime mjaft të ngjashme, tha i pari i komunës së Prizrenit Shaqir Tota. Normal që gjithmonë kur takohemi kemi tema për çka bisedojmë sepse kemi raporte të mira edhe personale, po këtë rast bisedojmë për një bashkëpunim të mundshëm në mes të qytetit të Prizrenit edhe agjencionit francez për zhvillim ndërkombëtar. Këta zakonisht bashkëpunojnë me qeveri, mi për në rastet veçanta bashkëpunojnë edhe me komuna dhe i përmenëm disa projekte potenciale që kanë bëjnë kryesisht me ambientin, kanë bëjnë me ekologjin, me rrymën, energjinë e ripërthreshme, e kështu me radhë, ne i prezentuam disa projekte dhe do të shohim tani se si mund t'i analizojmë këto projekte, eventualisht i kombinojmë edhe me ndonjë projekt tjetër në bashkëpunim me komunat për rreth që i kemi këtu, edhe të shohim mundësinë se si mund të realizojmë diçka për benefit, për interes të gjithë qytetarëve të territorit të komunës, jo vetëm Prizrenit. Por po ashtu në pjesën e dytë takimit biseduam pak edhe për zhvillimet aktuale në nivel të vendit, edhe mund të thonë se qëndrimet i kemi shumë të përafërta me ambasadorin, edhe po shpresojmë për zhvillime pozitive në këtë rast. Ndërsa ambasadori francez Oliver Guerto tha se ishte një takim i këndshëm e ku patëm edhe një takim të frytshëm, duke biseduar për shumë çështje që lidhen pikërisht me Prizrenin, që është një qytet me një diverzitet të çmuar. Kurse ne si Francë kemi përkrahur qeverinë e Kosovës dhe po kështu dëshirojmë të kemi një qeveri stabile, siç po takojmë këtu, ta takojmë edhe përfaqësuesit e qeverisë. So the purpose of the meeting with the mayor was to discuss the future and to see whether there was a potential for the French Development Agency to contribute to the municipality building up the city and preparing for the future. Pra dhe qëllimi i takimit ishte që të flasim për të ardhmen, për mundësi të bashkëpunimit për zhvillim të qytetit të Prizrenit me Agjencionin e Zhvillimit të Francës, IFD-n, dhe prandaj kjo ishte pra qëllimi kryesor i takimit për zhvillimin dhe për projektet e mundshme që mund t'i kemi bashkë me komunën e Prizrenit. Pra ashtu si edhe kryetari e tha, Agjencioni i Zhvillimit të Francës është për zhvillimin e projekteve të ndryshme, kryesisht për ambientin, pra për rritjen e kualitetit të jetës së qytetarëve të komunës së Prizrenit. Projektet janë në fazën preliminare, bashkëpunimi është në fazën preliminare, por gjithmonë është shumë mirë që të diskutojmë për projektet. Është gjithmonë e mirëseardhur që të kemi komunikim të vazhdueshëm me të gjithë edhe në nivelin lokal edhe në nivelin qendror, prandaj edhe shpresojmë që shumë shpejt do të kemi se me këtë flasim edhe në qeveri, ashtu siç kemi pasur edhe në të kaluarën. Franca gjithmonë ka qenë në përkrahje të Republikës së Kosovës, ka ndihmuar për çlirimin e Kosovës, për të pasur Kosovën shtet të pavarur edhe për t'u zhvilluar. Franca e ka njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur që nga viti 2008 dhe ka edhe misione diplomatike këtu për të na qëndruar pranë dhe për të na ndihmuar në zhvillim. Kryetari Tota është njëri nga kryetarët që më së shpeshti pre delegacionin ndërkombëtare e sidomos rangun e ambasadorëve.